Qytetarë të dashur, 25 ditë na ndojnë nga 16 shtatori. Një ditë e rëndësishme për Kosovën dhe për të vërtetën e luftës sonë shërimtare. Në prag të kësaj date, do të ngrim edhe një herë zërin për historinë që kemi jetuar dhe për... Përshëndetje miq të dashur, ju përshëndet Dangeli nga Diaspora Flet, shkolla me radhës Bedri Homza. Miq, Bedri Homza pas ka bërë thirrje për protesta me 16 muaj tjetër, me 16 shtator, domethënë. Amo unë nuk pe kuptoj miq të dashur ku ka qenë Bedri Homza më herët kur u dha çakorri. Nuk e boni, nuk i thirrën, nuk pat kur farë të bimi. Ku ke Bedri Homza miq? Kur tha Hashim Thaçi Rankoviqi, na e ka falë Mitrovicën. Nuk e boni kur farë të bimi, thonë, i ka dalë bursë se kimi e qëto. Se s'është e vërtet kjo. Po e vërtet është që kjo. Që tu ka e nërdet të molla kuq ati. Ku ke Bedri Homza? Kur u formu gjykata speciale, mbi gjitha. Ku ke Bedri të Allah që s'dole me thirrje farë të bimi, me thirrë kretë partit, kundër Hashim Thaçit. Me thonë, jo, se kjena dëmë të neve. Qka po dënë tash Allah, konë bethirë? Po qëfar arsye? Unë arsye në pedi, po ti s'pedi a pedim. Apo vetëm arsye dëmonë personale, që ju e po ju vinë Hashim Thaçi, ju se nuk po muni me çup partin për para pa to. Sepse ai e dim ta që ka bo. Sa ka vjedhe, sa ka dhënë ambasadore, sa terminale, sa kështot, normal që gjithmonë e ka bo ai, ka bo zgjedhje. Ama gjithmonë me dallavere, me vjedhje, me kriminalitet. Nuk shkon më ashtu o Bedri Homza. Unë ritheksoj, nuk kom qef që ajo është atje, absolutikisht. Po, a kom qef me ardhë? Kom qef me ardhë shpet vetë, në regull dhe. Se për politikë, të na thojnë një fjallë popullore, unë fali shprejë veç, a i ka porë shishe. Për politikë, ato harane mu. A kom qef me ardhë dhe nëherë, po thonë shpet, nëse denohen për 98-99 syrështare e ushtri shlimtare, unë absolutikisht pajtona me ty, absolut. Amo nëse denohet mas 2000 senatona që kanë bo ato, e bëhet me shnet. Amo këtë thire që me bon ti, kjo më bonin përshtipi ma shumë ti, pse s'je dalë me bo thire për para, kur Kosova ka pas nevoj, kur shkit bëjshin blokada, kur shkit i rreshin shqiptarët në tona, nuk u zëki kush me dalë në tona, ku ishe ti Bedri Homza? Shkuna me shkuna. Për shlirimtare to, sekretari Partisë Demokratike e mbështes plotësisht moshin e organizuar nga platforma Liria Ka Emër me... Liria Ka Emër asë njëherë nuk ka bu kur farë të bimi, asë kur si ka interesu kur gjo, për kur gjë heq në Kosovë sa i përket Liria Ka Emër. Po, Liria Ka Emër po hajni. Sepse Liria Ka Emër u duft pak ma ndrysh musil. Ja me marrë ka 19 vjetë rogë, pak shkum pun heq. Qëta e në dheq atë Liria Ka Emër. Qenë të qështë për tyne, kanë pasuri maramense, mas lufte. Para lufte s'kanë pas buk me ove, asë një. A ki fjallin për qita? Për shta njerëz? E o nuk e di ku do mi përkra këta. Kër e di une që mu ma kanë vjetë Kosovën, kër e di une që mu ma kanë sfropit Kosovën, kër e di une që si kanë interesu fare për urtibrit në tona, ata e shqiptarë. Kër e dinu që qëta, kur Hashim Thaçi ka thonë Mitroviqi, la ka thonë Rankoviqi, as të vetë me në fjallë se kanë thonë. Përkon e ki fjallën? A përkon më gëzuna?
Për çka më këthirin të bima? Për në thirë si popull të bima? Shkojnë amiq? 10 shtator në Prishtinë. I ftoj gjitha strukturat e PDK-s në çdo komunë, deg dhe në ndeg, që të mobilizohen dhe të bashkohen këtij organizimi qytetar. Deri me 16 shtator, ne do zhvillojmë me aktivitetet e tij. Miq, po bën ftesë vetëm PDK-s. Edhe partive tjera. Kryetar, domethënë, partive tjera. Ku është Edi Rama? Ku është Shqipëria? Ku është diaspora? Bi gjitha diaspora ku është? Bedri Homza. Pse harrove diaspora, Bedri Homza? Mirë. Shkojmë. Tjera për të avokuar për drejtësi, për lirinë e shkrimtarëve dhe për pritjen e tyre në Kosovë. Kjo është një kohë kur do të jemi të bashkuar rreth historisë sonë dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar shteti ynë. Askush nuk duhet të mbetet anash kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të vërtetës sonë. Ka dalë bre burr. Askush nuk duhet të jetë mrapa kur bëhet fjalë për neve, ka fjalën. Zotërinë fjalë. Kur bëj fjalë për Kosovën, kur u bëj fjalë për Ibrin, urën e Ibrit, kur u bëj fjalë për kufirin, edhe njëherë po të pyes, ku ishe ti o burr? Ku i kishe këto fjalë? Ka shtomla që të kanë dalë tash. Por Hashim Thaqin, Hashim Brojen, Qiramushi thot ai dy lidhe si ka me histori. Kështu i thon me dhone. Qa po dona burr? Çfarë thirrje ka bën? Për çfarë arsye? Ti dush mi dash ton, me dash Kosovën, me bo thirrje për gjithë shka, kur ka ngërç politik. Ajo është për një sen, që ju intereson juve, e jo poplit. Shumicës poplit. Sepse unë nuk besoj një njeri që e ka shkatru Kosovën, e ka luftu, kena fitu mendimin e Amerikës, Evropës, NATO-s, edhe në fund, me harë me bu pazare me tokë të Kosovës. Kuj typin interesov të aja punë, bile? Pse se vën këto bim për me formu presidentin, ose presidentin? Ta Bedri Homza? Ku i e o burë? Me funksionu shteti? Për këto bim, që i ke thirë ti, shtetet me konë funksional. Presidentët me konë funksionale. E jo shtetin kërkone del dhe më bërë mu të bimi këtu për një Hashim Thaq, që ka bo pazare me Kosovë. Ka dash me bo, se kallon. Se ka ardhaj tap, edhe e shkurtoj. Shkojnë amiq? Prandaj, i ftoj të gjithë shtetarë, pa dallim partie, lindje apo përkatësi politike, që me 12 shtator të jemi bashkë në Prishtinë. E unë bëj thirrje, miq të dashur, që jo, është kjo fjalë e ranë, e di që shumë keni me shra me ofendu, po kush shran, kush ofendon veç veten e fynë, se mu së mon kur gjë. Pse po thom jo, miq të dashur? Sepse nuk mohat partia me ndjenja. Po një njeri që ka dash me shkatru Kosovën, me coptu Kosovën, me thonë qitë pjesë na ka folë Rankoviqi, hej, Rankoviqi na kena lo me gjak. Kena lo me gjak. Me thonë na ka folë Rankoviqi, me orë kipe broje atje. Si kungull, e me orë me thonë edhe këto na ka folë Rankoviqi. Ja. Unë për ta bëj thirrje që kush mos të intereson për atë punë,
Sepse për me dash populli, duhesh me punu për popull. Për me dalë ti me bu këtë thirrje, Bedri Homza, Hashim Thaçi u duhet me menu për fëmijët e Kosovës, u duhet me menu për nona Leona të Kosovës, u duhet me menu për gjithë popullin e Kosovës. Jo vetëm për politikana, për të arsimit edhe të mjekësisë, edhe policisë. E ka dha popullin dysh, e pa dha popullin dysh. Për klasën e mesme s'ka mendu kur. Tash po thirrni me dal të bim? Absolut jo. Edhe njerë po thom, unë s'kom kur gjë kundër kërkujna. Absolutikisht na nesër edhe me ti Bedri Homza, edhe me Hashim Thaçin, edhe me tjetrin, dal pi kafe, rri 5 porcja për atë punit. Që s'kom kur gjë kundër personale. Gjithmonë po flasim politikisht. Politikisht Hashim Thaçi ka dash me shkatërru Kosovën. Hashim Thaçi ka lobu për me nda Kosovën. Hashim Thaçi ka formu gjykatën speciale për mi qu shokët e vet se ata kanë rënë që ti s'ki me shku. Se me pas ditë Hashim Thaçi që ka me ra vetë në burg, kur një se kesh bërë këtë gjykatë speciale, kur? Ata po të garantoj. Po mashtru. Kanë hajtë ti, bënin ti se ti ki me pështu, shokët tu kanë me hongër. Edhe për këtë arsye ka bo. E ti po bo thire me dalë me prit Hashim Thaçin, për çfarë arsye? Vetëm në arsye që thash nëse e denojnë si ushtari i ushtrisë shqiptare, po. Absolut që po. Do të më çu këtë Kosovë. Aty pajtojnë plotësisht. Ama nëse denohet prej 2000 e kënena, asë një kabën s'ka me livrit. A nëse e denojnë për 98, 99, gjatë luftës, po, unë jam diaspor, për diaspor e kam e ardha me dalë me juve. Sepse Hashim Thaçi nuk është ku me vra atje, pa ata e nërë me në vra neve. Tu pajtojnë plotësisht. Shkojnë miq? Kjo nuk është çështje partike, po çështje historisë, e lirisë dhe dignitetit tonë shtetëror. A, çështje lirisë? A Mitrovica nuk ka çështje lirisë? Çështje lirisë? Dinari, zyret ilegale, ku ta dyne? Çakorri, Blace, këtu s'ka kanë kona? Ku ishe ti Bedri Homza burr? Këtu s'pas kanë konë. Veç Hashim Thaçi ka çështje lirisë, apo? Për të këqyrëm që ka përdojnë me 16, 17, çfarë lirie? Të presëm? Shkojnë miq? E flasim për atë që kemi punuar, të jetuar dhe sakrifikuar, pa deformime dhe pa rishkrim të historisë. Me 12 shtator, dhe të jemi të gjithë në Prishtinë, nga çdo komunë, nga çdo lagje, nga çdo gjenerale. Kosova e di historinë e saj. Kosova është krenare me te, dhe Kosova do ta mbrojë me çdo formë. Kosova e di historinë, shumë mirë po thuaj. Po Kosova e di historinë me Mitrovicën veriore, jo pa. Bedri Homza. Jo pa, me. Kosova e di historinë e vet, që Kosova, ushtarët e ushtrisë shqiptare, nuk kanë vra fëmijë sërb, që shkoj ke përkull ke Thaçi para vorëve tyne. Apo? Kjo është e vërtet. Që ushtarët nuk kanë bo krime asë njerë. Sepse ata e nërme në vroneve, jo në ata. Do më thonë, kur ty të konvenon, juve si partiju konvenon, ju bëni thirrje, çështje kombëtare. Qa po thu bre? Qa po thu amonit koft? Kujto që në hapë kashta? Shkona me, shkona. Të vërtetën e saj. S'ka mu, që liria ka emën. Ja, liria s'ka emën. Liria ka emën, liria ka emën, po hajtë për fatë keq ku këllon emën. Se kjo emën shumë mirë, liria ka emën. Po
Ju që po më shefni mas sa lirije, ma mis për foli sen. Miq, ju përshëndes nga diaspora flet, mirë pashve të radhës.